Kule, presidenti Matia deklaroi që ndoshta fati keq e vuaj Apollonin përballë Vllaznisë gjysmëfinale sepse ju e meritoni ndoshta të ishte rivali i saj në finale. Po, jam dakord me fjalët e presidentit, minimumi për skuadrën time mund të ishte finale. Pas atij në finale, ishte për një finale më e mirë, po besoj se të dyja ndeshjet do zhvillohen ndeshje shumë të mira, shumë korrekte dhe besoj se meritoi Vllaznia që shkon në finale. I kënaqur me atë çfarë ka lënë Apollonia këtë sezon apo presin diçka më shumë? Dëgjoj, neve i vetëm keqardhja është që i vetëm skuadra që ne na ka rrasë ka qenë vetëm Vllaznia. Dhe ne kemi humbur një ndeshje në tavolinë dhe për këtë jam shumë i mërzitur. Sepse skuadra ime është një skuadër rivishës, një skuadër e re, po me lojtare shumë të mira dhe shumë të talentuara. Sot mendoj se pjesën e dytë të Vllaznia e meritoi fitore. Kule, dy ndeshje dinjitoze duhet ta parojmë për Apollonin. Ndeshja e parë në Fier barazim 1-1 dhe këtu shënuat parët dhe deri në sekondat e fundit ishte ndeshja e hapur. Një prezantim dinjitos përballë Vllaznisë kampionet që konsiderohet absolute. Po, besoj se të dyja ndeshjet ishin me një nivel të mirë, një ndeshje korreksi nga të dyja skuadrat. Por ndonjëherë në futboll, tani thash, Vllaznia është ekip shumë i mirë. Po dhe Apollonia nuk ngelet mbrapa. Gjithsesi uroj Vllaznisë ta fitojë titullin kampionat. Emra të rinj në futbollin e femrave, Partizani në finale, Gramshi, po rritet rivalitetin? Besoj se rivaliteti po rritet, por dy ekipet që janë ekipe më mirë, është Vllaznia dhe Apollonia, nuk diskutohet. Thash, domethënë minimumi që ne mund të vinim në finale. Nuk besoj se vajzat e mia e meritonin që si ta them që duhet të ishin në finale. Nuk e meritonin që mos të ishin në finale. Ka vitet që Apollonia e synon trofeun, do ta tentoj përsëri vitin e ardhshëm? Normale, Apollonia gjithmonë futet për të fituar dhe gjithmonë konkurenca me Vllaznin ka qenë shumë e bukur. Po siç e thash, shikojmë tani, të marrim gjërat me qetësi, të luajmë atë finalen e kupës dhe të shpresojmë. Faleminderit. Suksese Kule. Suksese dhe juve.